Miq të nderuar, sporti nuk formeson vetëm trupin, ai ndërton edhe karakterin, disiplinën dhe ëndra që kalojnë kufit. Kështu, në episodin e sotëm ne do të flasim për një sport që bashkon qëndrueshmërinë, forcën dhe guximin. Është ky triatloni, një disiplinë mjaft sfiduese që në vete përmban notin, ciklizmin dhe vrapimin, pra janë 3 gara në një sfidë të vetme. Mirë po, edhe pse relativisht i ri ky sport në Republikën e Kosovës, po zhvillohet faktikisht me hapa të sigurt, kjo falë punës dhe pasionit të sportistëve tanë dhe organizatave që besojnë në të. Unë sot kam kënaqësinë të mirëpres në studio kryetarin e Federatës Triatlonit në Kosovë, zotrin Naim Gashin, me të cilin do të flasim për fillimet e këtij sporti tek ne, për sfidat ndër vite, për sukseset dhe gjithashtu për synimin e tyre drejt arenës ndërkombëtare. Andaj, unë juftoj të jeni me ne. Zotri Gashi, mirë se erdhët dhe faleminderit që ndatë kohën të jeni në studion e Radio Kosovës dhe të flasim për një sport që tash është relativisht i ri këtu në vendin tonë. Përshëndetje Lume, përshëndetje gjithë dëgjuesit dhe shikuesit tuaj. Për mu është kënaqësi e veçantë të jem në emisionin tuaj. Gjithashtu një përshëndetje veçantë shkon për gjithë personat me nevoja të veçanta. Unë qysh i ri, kum pas rastin të jem nga afër, të njihem nga afër me nevojat dhe sfidat të cilat kalojnë me personat me nevoja të veçanta. Unë kam dajen i cili është me nevoja të veçanta, i cili është Bekim Krasni që e përshëndes. Kështu që edhe i herë për mu është një ndjenjë shumë e veçantë dhe nder për mua të jem musafir në emisionin tuaj. Faleminderit shumë, do të shfrytëzoj rastin ta përshëndes edhe unë Bekimin, sepse e njoh edhe kam bashkëpunëtor këtu të emisionit. Zotri Gashi, si nisi rrugtimin triatlonin në Republikën e Kosovës dhe kur u themelua federata? Po realisht triatloni ka filluar me bashkimin e disa ideve të disa shokëve për të formuar federatën tonë, e cila ka ndodhur në vitin 2018. Dhe prej atëherë çdo ditë më shumë me organizime dhe punë dhe përkushtim kemi arritur të ecim përpara drejt sukseseve ndryshme. Deri sot kemi arritur mjaft suksese si në rrafshin vendor, po ashtu edhe në arenën ndërkombëtare. Vazhdojmë të punojmë drejt maja më të larta. Për të arritur deri këtu, pra cila kanë qenë sfidat më të mëdha në të cilat keni hasur, duke qenë se është sport i ri këtu tek ne, edhe domethënë mbasi është dashur punë për të arritur deri tek sukseset që besoj do t'i flasim në vazhdim. Po sfidat kanë qenë mjaft mëdha për sportin tonë, si sport i ri sidomos, dhe tjetra për shkak të vështirësive cilat ka. Por edhe mungesa e madhe e infrastrukturës për sportin tonë ka qenë sfida kryesore dhe më e madhja për sportin tonë, për shkak se infrastruktura në vendin tonë nuk na ofron kushte të mjaftueshme për të zhvilluar në kushte normale sportin tonë. Pavarësisht kësaj, vullneti i madh dhe puna e madhe të cilën kemi bërë, kemi arritur që të shkojmë drejt sukseseve të ndryshme, pa u ndalur. Por infrastruktura vazhdon të mbetet pengesa kryesore e sportit tonë. Sporti jonë është shumë i veçantë për shkak se ka 3 disciplinat ndryshme ku bashkohen me një vend. Dhe secila ka pajisjet dhe pajisjet e ndryshme dhe ku kërkon infrastrukturë të ndryshme, ku fillojmë me not, prej notit kalojmë në bicikletë, prej bicikletës kalojmë në vrap, të cilat lidhen njëkohësisht. Vetëm kalohet nga një
fazën tjetër. Llojet e triatlonit janë sprint, pastaj është olimpik edhe Ironman. Këtu më korrigjoni sepse unë nuk jam kjo profesionistja, por cilën disiplinë këtu në Kosovë e praktikoni? Këtu që i përmen janë disciplina triatlonit. Nuk janë lloje triatlonit, po janë disciplina në kodër triatlonit. Të ne në Kosovë, do me thonë, e organizojnë asë sprint triatlon, ku tasht, do me thonë, kemi bërë datën publike, ku do mbahet gara në sprint triatlon Kosova, e cila mbahet në Batllav, ku do jetë me 26 korrik, 2026 në orën 9. Andaj i ftoj të gjithë ata të cilët e pëlqejnë triatlonin ose dëshirojnë ta sfidojnë veten në një sport, siç është triatloni, të marrin pjesë, do jetë një garë shumë e mirë, një ditë festive, një ditë ku mund të argëtohen, mund të shijojnë sport, rrezë dielli, natë e gjithçka tjetër. Gjithë mirat. Po. Për ne është, do me thonë, hera e 7 me radh, viti 7 me radh, ku do e organizojmë Kosova Sprint Triatlon. Tashme në këtë disciplinë apo në këtë drejtim kemi përvojën e mjaftueshme për të organizuar një garë me standarde ndërkombëtare. Ku në garën tonë vitin e kaluar kanë qenë pjesëmarrës 9 shtete nga vende të ndryshme të botës. Dhe gjithashtu këtë vit presim një pjesëmarrje të madhe, po ashtu nga shumë vende tjera të botës. A ka të interesuar në vendin tonë për të marrë me këtë sport? Është interesimi, kemi sportista, por sa i përket kësaj tek gjinia femrore, kisha mujt me thonë që kemi pak ndoshta me thonë mungesë, jo mungesë e theksuar, po kemi nevojë për një numër më të madh të gjinisë femrore, po kemi të interesuar, vazhdon të rritet triatloni në Kosovë, numri gararuzve, gjithashtu cilësia dhe gjithçka tjetër. Jemi në rrugën e duhur drejt sukseseve tjera në arenën ndërkombëtare. Pse nga gjinia femrore nuk ka të interesuar, e keni ndonjë përgjigje apo? Po si sport është, si ta themi, pak më i vështirë. Edhe kërkon disiplinë të madhe, gjithashtu forcë të madhe, edhe ndoshta këtu është aja, si ta themi, pak a shumë aja pengesa ku ndoshta ne qalojmë, por vazhdimisht çdo vit kemi në ngritje edhe te gjinia femrore, kështu që mirë qëndrojmë edhe te gjinia femrore, por ne çdo herë kemi synimet edhe kërkesat që çdo herë të rritem edhe të shkojmë sa më lart. Gjithsesi, pak më herët përmende ndoshta mungesën e infrastrukturës. Si qëndrojmë këtu ne si Kosovë me infrastrukturën për të marrë me sportin e triatlonit? Sa i përket infrastrukturës, realisht kemi mungesë të infrastrukturës. Pavarësisht kësaj na kemi arritur të shkojmë drejt sukseseve në arenën ndërkombëtare, por mungesa është e madhe. Në gjithë Kosovën i kemi 2 pishina ku mund të zhvillojmë sportin. Janë pishina të mbyllara, do me thonë. Janë shumë pak për me mujtë me praktiku notin si duhet. Kështu që infrastruktura në këtë drejtim kemi mungesë shumë. Po shpresojmë që vitet në vazhdim infrastruktura sa i përket e pishinave olimpike ose gjysmë olimpike të ndryshoj, të kemi më shumë këtë drejtim. Neve si federat, si sport do të na lehtëson të jashtëzakonisht shumë punën, sidomos në aspektin e notit, por deri tash ka pas mungesë në këtë drejtim. Dhe po shpresojmë që
të pakten për lojrat të mesdhetare të kemi më shumë pishina olimpike. Si është disponimi i vendimarrësve, të themi, apo i Ministrisë sportit, a ka gjas që të plotësohet ky kriter? Ose të rregullohet, domethënë, kjo infrastrukturë për sportistët? Premtime deri tash ka pas mjaft, por në realitet ka pas mjaft pak. Një iniciativë ka qenë edhe nga komuna e Fushë Kosovës para 2 vite. Në faktikisht gjatë kohës së pandemisë ka qenë është bërë një projekt për ndërtimin e një pishine olimpike, por çka ndodhi me tutje nuk e di. Projekti është bërë gjitha përgatitjet në bisede sipër me drejtorin e sportit para 2-3 vite. Ai pat konfirmues që ka mbet vetëm të fillohet projekti, nuk e di ma ku mbeti një projekt i tillë, por deri tash nuk ka filluar akoma. Kështu që e thash edhe më herët, premtime po, fjalë po, por në realitet nuk ka ndodhur. Kështu po shpresojmë që shumë shpejt këtë drejtim të fillohet, për arsye se për me ndërtu një pishin me kritere ndërkombëtare olimpike nevojitet kogja kohë, të paktën 2 vite, kështu që na veç jemi e vonë këtë drejtim. Nëse të filluar në atë kohë kur është premtuar, vetëm do të ishte ndërtuar sigurisht. Po, deri tash kish përfundu, edhe realisht do na lehtësonte punën jashtëzakonisht shumë, sidomos rrethin këtu të Prishtinës ku jemi, ku i rrok qytetet afër ku janë Fushësov, Podujev, Lipjan, e kam fjalën për këtë regionin e Prishtinës, do na lehtësonte shumë punën, por fatkeqësisht nuk ka ndodhur. Kur e përmendë regionin e Prishtinës, jeni të shtrirë edhe në vende tjera, në qytete tjera të Kosovës, apo jeni fokusuar vetëm në Prishtinë? Jo, federata jo në gjirin e vetë ka 8 klube, të cilat vinë nga rajonet të ndryshme. Kemi prej Suharekës, kemi prej Kamenicës, kemi Podujeven, Vushtren, Prishtinën, Fushësovën, e kështu. Mirë shumë. Të ndalemi pak edhe tek sukseset, pak më herët përmende që keni pas suksese. Cilat i konsideroni ju si sukseset më të rëndësishme që do t'i përmendit sot, kur janë në pyetje ndoshta garat ose sukseset e sportistëve? Unë më me thonë që suksesi mjaft i madh kemi pas para 2 vite kur federata jonë ka qenë federata e parë kur ka arrit me ngrit flamurin e Kosovës në Spanjë, me pjesëmarrësin ton do me thonë sportistin ton Albion Imeri, ku ato është bërë ngritja e flamurit ton, ku unë e konsideroj një sukses mjaft të madh. Por sa i përket rezultateve, kemi pas rezultate mjaft të mëdha në arenën ndërkombëtare, ku kemi marrë pjesë në për evente të ndryshme, por suksesi më i madh për ne është kampioni ballkanik, ku me 15 mars është mbajt kampionati në duatlon në Podgoricë, në Maltezi. Atë kemi arritur të dalim fitues absolut në kategorinë elit, ku jemi bërë kampion ballkanik, po ashtu edhe në kategorinë e pionierëve për femra kemi arritur të dalim kampion ballkanik, po ashtu edhe për grup mosha nga 20 deri në 25 vjeç, edhe atë kemi arritur të dalim kampion me sportistat tanë, ku në kategorinë elit Albion Imeri ka arritur të shpallet kampion ballkanik, të femrat në Rëndza Kuqi dhe të grup moshat Genci Sufi. Sportistat tanë janë mjaft premtues. Për federatën tonë ky është suksesi më i madh deri tash. Po me synime tjera sigurisht tash kemi kampionatin botëror, po ashtu edhe synimi jonë është lojrat olimpike Los Angeles.
Uroj vërtet që të arrini dhe atje. Përmende duatlon, çka ka përmbajt kjo garë? Notin, besoj, mbase që atje në malin e Sithat edhe? Në Malzi, në Podgoricë. Po? Duatloni është disiplinë e triatlonit. Këtu ka të bëj vetëm me dy disiplina që janë? Janë vrapi, bicikleta prap vrapi. Unë mendova se dhe këto futet edhe noti. Aha, okay. Jo, këto është vetëm vrap, biciklet, prap vrap. Prap vrap. Do më thonë prap 3 herë, mirë po vetëm vrap edhe biciklet. Po këto bëhen kombinimet në triatlon bëhen për shkak të kushteve atmosferike. Tash për shembull në Mars nuk janë kushtet ideale edhe për natë. Kështu që bëhet me dy disiplina vrap, ciklizëm, vrap. Fillimisht bëhet vrapim 5 km, pastaj 20 km biciklet, pastaj në fund 2 km e gjys prap, edhe mbyllet gara. Varësisht prej kategorisë, është edhe varion edhe distanca e garës. Po. Zotri Gashi, a mund të merret me triatlon edhe një person që nuk është profesionist? Po sigurisht. Sigurisht triatloni është për të gjithë, pavarësisht asaj profesionist apo amator, sepse të gjithë ne fillojmë si amator dhe gradualisht kush ka synime më të mëdha kalon tek ana profesionale. Kështu që të gjithë ata të cilët e ndin veten fizikisht mirë, edhe mjaftueshëm të fuqishëm për të përballuar një garë të triatlonit, të gjithë mund të merren padyshim. Por duhet të cekë se triatloni është garë mjaft specifike. I ka specifikat e veta sepse i ka 3 disiplinat të ndryshme, ku kombinohen 3 disiplinat më të vështira në një sport të vetëm. Po. Do me thonë, fillon me not, prej notit kalohet në ciklizëm, prej ciklizmit kalohet në vrap. Të gjitha kërkojnë pajisje të veçanta. Kalohet prej notit, kalohet, do me thonë, do të ndrohen pajisjet e notit, të kalohet në pajisjet të bicikletes. Mirët bicikleta është stacioni ato ku stacionohen bicikletat për secilin garu, se ka vendin e veçantë. Prej aty kalohet në ciklizëm, përfundon ciklizmin, e lën bicikletën, i lën pajisjet e bicikletës, i merr pajisjet e vrapit dhe ka lën vrap. Qysh e thash edhe më herët, është mjaft specifik, sport mjaft specifik, kërkon qëndrueshmëri, disiplinë edhe guxim sigurisht. Patjetër, po nëse dikush don të marr pjesë, faktikisht vetëm rekreativisht, a e ka dhe këtë mundësi? Po, realisht gara jonë në Batllav nuk e kufizon asnjë person i cili dëshiron të marrë pjesë. Të gjithë ata të cilët e ndin veten që ose dëshirojnë të marrin pjesë, kanë drejt të marrin pjesë në garën e sprint triatlon Kosova, e cila do mbahet me 26 korrekt 2026. E cila është mosha ideale që mund një fëmijë të fillojë me sportin e triatlonit? Po me sport mujnë me fillu nga mosha 8 vjeçare, sigurisht mujnë me fillu sepse qysh në atë moshë fëmijët mund të praktikojnë edhe notin, edhe bicikletën, edhe vrapin sigurisht. Për të gjithë e ceka edhe më herët që distancat janë të ndryshme. Për të gjitha kategoritë edhe distancat variojnë. Kështu që edhe fëmijët mund të fillojnë me triatlon, pse jo është një sport ku i disiplinon, kërkon disiplinë mjaft madhe. Kështu që këtë drejtim mund të fillojnë qysh herët edhe gradualisht të shkojmë më lartë. Kështu që mosha ideale sigurisht si gjitha sportet tjera, kur është ajo energjia më e madhe për një person të ri. Po.
Si ndikon sporti triatlonit qoftë në shëndetin fizik apo dhe në ato mendor? Po si çdo sport tjetër, edhe sporti triatlonit ndikon mjaft shumë si në përgatitjen fizike, po ashtu edhe mendore. Vetë sporti është një disiplinë pavarësisht asaj, ku krijohet disiplina, krijohet qëndrueshmëria, të gjithë atyre që fillojnë edhe të merren me triatlon. Po. A është sport i kushtueshëm? Përmendje pak më herët pajisjet që do t'i kenë sportistët. A do t'i kenë pajisjet, do me thënë, të personale, apo i siguron federata? Si sport është mjaft i kushtueshëm, do me thënë pajisjet të cilat i kërkon triatlonit, të jesh në hap në nivelin botëror, kërkon pajisjet janë mjaft të shtrejta. Të gjithë sportistët do t'i kenë, do me thonë, pajisjet personale. Por ne si federat kemi bërë që për sportistët elit kemi siguruar bicikletat e fundit, fjallës të fundit, që në këtë aspekt të jenë në nivel botëror. Mos të kenë pengesa sa i përket pajisjeve. Ne para 2 vite ose 3, mos të gaboj, kemi blerë 2 bicikletat të cilat kanë arrit kostën dikon 24.000 euro. Për sportistët tanë elit të cilat të marrin pjesë në nivel ndërkombëtar. Po, e cika dhe më herët që kërkon pajisje, janë edhe specifike. Kështu që në këtë drejtim, muj me thënë që është i kushtueshëm, po. Ushqyeshmëria sa është e rëndësishme në sportin e triatlonit, edhe normalisht disiplina, folëm që nga fillimi se du të jetë shumë i disiplinuar për të marrë me këtë sport. Por te ushqyeshmëria, një sportist si e këshilloni? Po, se cili sportist i cili ka plan të merret mënyrë më serioze me sport, këto ka të bëj në 3 drejtime do të zhvillohet. Planin e ushqimit, planin e stërvitjes edhe planin e pushimit. Hynë të gjitha. Një sportist nuk mund të ketë rezultate të mira në sport në qoftë se nuk ka një plan të duhur të ushqimit. Ushqimi luan rol jashtëzakonisht të rëndësishëm tek një sportist. Siç luan rol shumë të rëndësishëm edhe plani i treningut, sigurisht. Secili që do me thonë ka një plan që në të ardhmen të jetë një sportist i dalluar ose të ketë rezultate kulminante, patjetër duhet të ketë këto 3 planet veprimit, të cilat mund të merr nga një profesionist i fushës adekuate. Realisht sot për sot nutricioni në aspektin global ka arrit kulminacionin e vet. Të gjithë sportistët kanë, do me thonë, një ekspert të nutricionit, sepse është vërtetuar që ushqimi është jashtëzakonisht i rëndësishëm tek një sportist. Kështu që nuk duhet neglizhuar me të thejme kjo luan më shumë ose kjo më pak, por për të qenë një sportist premtues, i cili dëshiron të arrijë të 3 duhet të shkojë në koordinim. Tani, si do ta këshillonit një të ri që don të largohet nga kjo jeta pasive dhe të merret me sport, kur me të vërtet me raste dinamika po na dikton që të jemi, edhe pse bëjmë punë realisht, por të jemi më shumë ulur. Por cila do të ishte këshilla e juaj, sidomos për ata të rinj që ndoshta shpenzojnë shumë kohë në telefon edhe në tabletë në gjitha këto? Unë e kisha pas një këshill të prind. Prind duhet të merren më shumë me fëmijët e tyre.
sidomos në moshën kritike, kur fillon aja faza prej 10 vjet deri në 15 vite. Aty duhet të intervenohet prindi. Duhet të jo që është më pak e rëndësishme prej fillimit, por aty fillon aja faza kur një fëmijë duhet të orientohet se ka don të vazhdoj jetën e tij apo çfarë dëshiron të arrijë në jetën e tij. Prind duhet të merren më seriozisht me fëmijët e tyre, t'i largojnë më shumë prej rrjeteve sociale dhe smartphone-ve në shkurt e shqip. Po. Se jeta pasive është bërë shumë e shfaqur në kohën e fundit, sidomos tek të rinjët. Unë realisht më ka ra me shëtit në për shumë vendet të Evropës, por rinin të cilën e kemi ne është një pasuri jashtëzakonisht e madhe. Edhe në këtë aspekt duhet të investoj më shumë. Të gjitha ata që duan të bëhen pjesë e klubit apo edhe federatës, si mund ta bëjnë? Federata ka klubet e veta, të cilat mund t'i gjeni në federatën tonë, apo ku në për vendet e tyre, regionet e tyre, thjesht duhet të kontaktosh një klub caktuar nga regioni ku vjen edhe patjetër që mundesh të bësh pjesë shumë lehtë, vetëm thjesht duhet ta duash sportin edhe mund të bësh pjesë e klubeve të triatlonit të Kosovës. Cili do të ishte një mesazh për të gjithë ata prindër që hezitojnë të përfshijnë fëmijët e tyre në sportin e triatlonit? Sporti i triatlonit është një sport shumë i mirë. E ceka dhe më herët ku kemi të bëjmë notin, ciklizmin dhe vrapin. Të trija këto sporte janë të cilat ndikojnë direkt në shëndetin e fëmijëve të tyre. Jo vetëm në shëndetin fizik, po edhe atë mendor, sepse të përgatit në disciplinë dhe në forcë fizike, kështu që si që thot aja fjala urtë popullore, trupi shnosh, mendja shëndosh, po. Kështu që të gjithë prindët pa hezitim mund të kontaktojnë në sportin e triatlonit, federatën apo në klubet e ndryshme dhe shumë e thjesht mund të bëjnë pjesë, po, dhe t'i largojnë nga rruga, nga pasiviteti i tyre. Po, patjetër. Miq të nderuar, triatloni është më shumë se sa një garë sportive, ai vën në provë vullnetin, durimin dhe përqëndrimin gjithsesi, rrjedhimisht kur një sport i tillë zhvillohet në një vend të ri siç është Republika e Kosovës, ai bëhet edhe simbol i guximit. Atëherë pra, zotri Gashi, unë ju falenderoj shumë për pranin tuaj këtu në studio dhe për këtë bisedë kaq të fryqme, dhe me lejoni t'ju uroj juve si federate dhe klubeve të triatlonit suksese, e gjithashtu edhe sportistëve t'ju uroj shumë suksese dhe t'i falenderoj që me punën dhe pasionin e tyre po e përfaqësojnë Kosovën me dignitet. Edhe njerë falenderit shumë, për mu ishte kënaqësi e madhe të jem në mesin tuaj, në emisionin tuaj ku pato mundësi të shpalosim shumë nga sukseset, nga synimet tona për të ardhmen, po ashtu e cekum shumë dobi të sportit të triatlonit, kështu që edhe njëherë jam shumë mirënjohës dhe ju falenderoj shumë. Dhe shumë suksese në të ardhmen. Faleminderit.